Toka, një planet blu me më shumë se 1 milion lloje krijesash që jetojnë rreth e rrotull saj. Toka, gjithsesi tani më shumë se 2500 lloje specish janë në rrezik zhdukeje, qenie të rëndësishme të njerëzimit. Ne duhet të veprojmë në mënyrë të menjëhershme. Tani, për hir të gjitha qenieve të gjalla, përfshirë edhe veten tonë. Shumë e botes! Forca! Më shpejt lule shtryve! Po bëj të pamundurën! Më prisni, ju lutem vajza! Mos po lini pas! Vrapo më shpejt, nuk kemi kohë! Më prisni! Kujdes! Kujdes, largohu shpejt! Shpëtova për pak. Kohët e fundit hidhesh dhe lëviz me një energji të pabesueshme. Duket sikur je pushtuar nga një forcë mbi natyrshme. Oh, mjaft tani të mos e egzagjerojmë. Zilja, na kanë mbetur pak sekonda. Nuk kam fjalë. A e pat atë? E rëndësishme është që bën pjesë në shkollën tonë. Si thua, kapitene? Është një rast që nuk mund ta lëmë të na ik nga duart. Do ta gjejmë mënyrën që ajo vajzë të regjistrohet në skuadrën tonë me çdo kusht. Gjimnastika. Jemi Më falni, kush nga ju të treja quhet Lule Shtrydhe? Unë jam Lule Shtrydhja. Në rregull, ke menduar ndonjëherë të jesh pjesë e një skuadre gjimnastike? Jo, përse ma bëni këtë pyetje? Po ju të katërta kush jeni? Ne jemi nga klubi gjimnastikës ritmike të shkollës Dajkan. Lule Shtrydhe, arsyeja pse erdhëm të kërkonim është sepse duam që ti të hysh në skuadrën tonë. Me fjalë të tjera, nëse e kuptova mirë, po më kërkoni që të bëhem një gjimnaste si ju. Pikërisht kështu. Prano të lutem. Klubi i gjimnastikës ritmike në shkollë ka nisur këtë vit. Tani ne jemi vetëm 4, por na duhet edhe një antar e 5 dhe tjerë e duhura. Nëse ne nuk marrim pjesë në këtë konkurs, ne na duhet ta shpërbëjmë skuadrën tonë. Me të vërtet, gjimnastika ritmike është një disiplinë që kur nuk e kam provuar veten më parë. Pastaj mësimet të pam. Pak më parë në rrugë bëre në ajën një hedhje mbrapsht të trefish të denj për një profesioniste. Po jo, çfarë profesioniste, je ishte vetëm një rast. Po tani si ti e qafe ato. Unë do ta mendoja mirë. Nëse do të hysh në klub, do të kesh më shumë raste për të parë markun. Pastaj përse të mos e përdorësh talentin tënd fizik për të bërë idhulli i të gjithë shkollës? Ju e keni të lehtë të flisni sepse nuk ju kanë kërkuar juve. Ju falenderoj për ofertën, por më duhet ta refuzoj sepse kam shumë angazhime të tjera. E kuptova, por është vërtet për të ardhur keq. Vajza, të kalojmë në planin B. Në rregull! Prisni pak! Çfarë po bëni? Ja se do ta shohësh! Shkëlqen e tëra, pa shikohu pak në pasqyrë.
Një minutë, kjo e më të vërtet unë? Sa mirë që më ri, gjithmonë kam pasur një ëndër që të visha një uniform të gjimnastikës. Atëherë si do t'i përgjigjesh ofertës ton tani? Përgjigje me një po! Do të nis aventurat në botën e gjimnastikës ritmike. Nisi me ushtrimet ngrose. Pra kjo në qënë ka gjimnastika ritmike. Çfarë po më ndodh? Është më e fortë se unë. Nuk rezistoj dot. Nuk kam parë kur një gjë të tillë më parë. Sa u lodha. Si u duka? Të lumt ishe jashtëzakonshme. Ky në fakt është një numër jashtë rregullave, por është i veçantë ashtu me topin dhe shiritin si e bëre ti në mënyrë të pabesueshme. Je madhe, forca vajza, të stërvitemi për garën tonë të ardhshme. Pa! 1, 2. Mjaft, nuk ja dal dot më. Mos u dorëzo. Suksesi i klubit ton mbështetet të gjithë tek shpatullat e tua, mos e harro. 1, 2. Mos vrapo kështu. Duhet të rish drejt. Duhet të ri drejt. Dhe mos u përkul përpara. Ngri gjunjët. Forca jepini, jemi vetëm në fillim. Pjesat më të vështira vinë më vonë. Çfarë? E dëgjova mirë? Gjimnastikë ritmike. Nuk ka asgjë të keqe, përkundrazi. Qëllimi i kësaj disipline është shprehja e bukurisë femërore përmes lëvizjeve harmonike të trupit. Topi në ajër përfaqëson dashurinë e paarritshme, ndërsa shiriti përjetësinë e ekzistencës, një poezi e pastër. Një lodhje e pastër. Dhe akoma më e lodhshme është përdorimi i fuqive të mia të mjau luleshtrydhës pa i vënë re ato. Luleshtrydhe, mund të shpjegohesh pse duhet të përdorësh fuqitë e mjau shtrydhes? Dëgjoni, nëse unë nuk i përdor fuqitë e mjau luleshtrydhës time, nuk do të shfaq asgjë të mirë, vetëm do të ndërlikoja gjërat më shumë. Më fal që po ta them, por nuk është e drejtë. Duhet të përqendrohesh vetëm në aftësitë tua. Është e lehtë ta thuash me fjalë, është vetëm fillimi i garës. Sipas jush mendoni se ka ndonjë mënyrë që të mund të përdor fuqitë pa pasur nevojë të transformohem? E po duhet të pyesim Ryanin për këtë. Mendon se ai mund të më ndihmojë me këtë? Provo ta pyesësh një herë. Tani ndodhet lart. Edhe pse mbase nuk është momenti më i përshtatshëm për këtë. Faleminderit për këshillën, po shkoj më një herë tek ai. Po por, Ryan! Ryan, je këtu brenda? Pse nuk përgjigjesh? Është një djalë shumë i mistershëm. Në dhomën e tij ka vetëm një shtrat dhe një kompjuter. Ta mendosh mirë, është shumë e çuditshme që jeton këtu vetëm. Thotë që është një nxënës i shkollës së mesme dhe pastaj që drejton një kafene. Po për çfarë arsyeje? Dhe pastaj, nga i njeh ai aq mirë jashtë toksorët? Nuk e kuptoj. Përse më zgjodhi pikërisht mua për projektin e tij? Po çfarë je duke bërë aty mbrapa, pa më përgjon? A ke ndërmend të hedhësh një bluzë krave? Po, ja, e vesha. Përse erdhe të më kërkosh këtu? Nuk e mbaj mend më. Është hera e parë dhe e fundit. Nuk do të shkoj më tek Ryani nëse më duhet një këshill. E po mirë, me sa duket tu nuk mund t'i përdor energjitë e mia të mjau luleshtrydhes pa u vënë re nga ato. Kështu që aventura ime si gjimnaste përfundon kështu. Nesër do të kërkoj të falur dhe do të rigjem. Shiko, është Marku, po vjen këtu. Luleshtrydhe, sa surprizë e bukur. Po. Si e, Mark? Mirë, Sa mirë, sot po stërviteni deri vonë. kemi në program një garë.
por më thanë që edhe ti tani bën pjesë në klubin e gjimnastikës ritmike. Po, them se po. Më bëhet shumë qefi dhe të premtoj që kur të konkurosh do vija aty që të bëj tifozlik për ty. Me të vërtet? Sigurisht. Tani të më falësh, por duhet të iki. Pafshim. Nuk mund ta besoj. Do të vi të më mbështes mua? Ura! Po çfarë kështu? Duhet të ushtrojmë për të dhënë maksimumin. Një, dy. O zot, pas ke ardhur shumë herët. Kam një dëshirë shumë të madhe për të mësuar nga ju të gjitha dhe për të arritur duhet të stërvitem. Mirë pra, kjo do të thotë se e ke marrë seriozisht këtë punë. Po, pikërisht kështu. Shkojmë atëre, filloj me pak vrap, jeni dakord? Po. Një, dy. Mos e ulni ritmin, dua të shoh më shumë energji. Ka të drejtë, ne duhet të përpiqemi fort. Për sa kohë që nuk shtrydhja është me ne, skuadra është më fort. Shikoni sa bukur lëviz, është e mrekullueshme. Çdo minutë që kalon ajo bëhet më e zonja. Shikoni, ajo përhap energji në të gjitha mënyrat. Është e vetmja nga ne që realizon këtë numër me elegancë dhe fuqi shpërthyese. Lule shtrydhe u vrave? Faleminderit, jam mirë. U marrosa nga emocionet. O, çfarë lehtësimi. E di Lule shtrydhe, sa mirë që ti vendose të bashkoheshe me ne, por duhet ta dish se që sot gjërat duhen marrë më seriozisht. Shiko kalendarin. Gara e parë do të bëhet të dielën e ardhshme. O, mos, ka kaq shumë njerëz. Po filloj të ndihem pak nervoze. Kush e di se ku është Marku? Ç'kemi? Ja ku erdhi edhe momenti yt. Pas keni ardhur të gjithë. Pra do të marrësh pjesë në një garë gjimnastike. Mirë. Tregoje veten Lule shtrydhe, pa të mbar. Faleminderit. Të shpresojmë për mirë, ju falenderoj shumë. Dhe tani, përfaqësuesja e shkollës Daikon, konkurencia Lule shtrydhe. Jepi forca, jemi me ty. Jep maksimumin. Ne jemi të sigurta që mund t'ja dalësh. Kush e di se ku është Marku? Mbase nuk ka ardhur. Kam shumë nevojë që ta shoh. Kur të konkurosh do vi të bëj tifozlik për ty. Të lutem, mund të fillosh. Nuk jam gati. Jam shumë e emocionuar, nuk ja dal dot. Çfarë po pret? Vazhdo Lule shtrydhe. E ardhmja e ekipit ton varet vetëm nga rezultati yt. Kupton? Klubi ynë është në duart e tua. Mos dëgjo askënd. Vepro siç ke bërë gjithmonë dhe gjithçka do të shkojë mirë. Forca Lule shtrydhe, pse nuk fillon? Forca, kur ajo? Jepi, mos ki frikë, jemi këtu për të mbështetur. Ti je stërvitur më së miri. Ki besim në vetvete. Nuk arrit të lëviz. Jam bllokuar. Mark. Ç'kemi? Më fal për vonesën. Më në fund erdhe. Jep maksimumin tënd në këtë pikë. Tregoje veten kush je. Në rregull.
Shiko sa zhurmë bëjnë. I bëjon ata të bërtasin për diçka me vlerë. Luleshtrydhja është në rrezik, është në rrezik. Çfarë po thua? Luleshtrydhja është në rrezik. Çfarë ishte ky shpërthim? Zjarr! Zjarr! Të gjithë jashtë! Shpëtoni, ka zjarr, nxitoni të shpëtoni! Luleshtrydhe! Po, e kuptova. Luleshtrydhe, më thuaj ku ke mbetur, moj vajzë. Gish, sërishti, po çfarë do? Shkemi, po të shoh të surprizuar. Me që të pëlqen të garosh, unë të kam sjell dikë me të cilin mund të ushtrohesh. Çfarë është ajo krijesë të mërshme? Është e qartë që bëhet fjalë për një monster. Oh, jo, është shumë i frikshëm. Duhet të ndërhyjmë me një herë. Transformimi i Miau Minas! Dhe tani transformimi i Miau Lorit! Transformimi i Miau Luleshtrydhes! Angjëjt mbrojtës dhe kujdestar! Tokës, gati! Miau Shtrydhe, au brave! Miau Mina! Hey, si thua si kur të ndalosh me kaq? Tani ti tregoj unë lëvizjet e gjimnastikës. Do të mbetesh pa fjalë. Miau Mina, Miau Lori, e keni radhën ju! Zemra e Minës! Harku në veprim! Shiriti i Lorit!
Martë e mira. Fituesit e garës së gjimnastikës ritmike janë përfaqësuesit e shkollës Ungo, ndërsa në vend të dytë është skuadra e shkollës Daikon, që debutuan sot duke na dhënë një shfaqje me lëvizje të guximshme. Po shkoi shumë keq, sepse Lule Shtrydhja bëri shumë gabime njëri pas tjetrit. Nuk duhet t'i vëmë shumë faje asaj, ajo sapo kishte mbaruar betejën. Më falni shumë, vajza. Unë i ngatrova të gjitha. Më vjen shumë keq me të vërtet. Çfarë po thua kështu? Ne falteje dha më të mirën tonë. Nuk ke përse kërkon të falur. Ishte një eksperiencë mrekullueshme dhe pjesa më e madhe është merita jote. Seriozisht e keni? Ha pra tani të mos e teprojmë, vajza. Ai numri hapjes ishte jashtëzakonshëm. Pas alarmit të rrem ti sikur nxitove paksa, por në fund gjithçka shkoi mirë. Faleminderit edhe një herë për mbështetjen tënde. Kur ti erdhe edhe kur të pasha atje lart, u emocionova shumë. Zemra ime filloi të rrihte fort. Në sytë e tu të pafund mund të humbisja. Do të doja të shikoje gjithmonë kështu, Mark. Ha? Pa shiko, një fok, po nga doli vallë kjo, sa e këndshme që qenka. Ej, pa prit pak, mos më thuaj që po më ndjek nga pas. Ha? Çfarë po bën? Je shumë e rëndë, mjaft tani të thash të ulesh, ndalo. Duket qartë që të ka shumë për zemër Lule Shtrydhe. E çuditshme, ajo po sillet sikur ti ke shpëtuar jetën. Duhet të na ndërprisje pikërisht tani? Nuk mund të më falenderojë më parë? Mjaft tani ulu poshtë, mjaft, ndalo.